Bomba në Big Brother VIP Albania 5. Aktori i Portokallis, Eugene Plovishti hyn në shtëpi dhe shpërthen: "Jam gati për romancë." Një tjetër hyrje surprizë ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Aktori i njohur i humorit, Eugene Plovishti, është banori më i ri që i bashkohet garës për çmimin e madh, duke sjellë me vete humor, spontanitet dhe premtime për lojë të fortë. I njohur për paraqitjet e tij në spektaklin e famshëm Portokalli, Eugene hyn në një territor krejtëri, larg skenës së humorit dhe përballë kamerave 24/7. Aty ku çdo fjalë dhe çdo veprim bëhet titu. Me origjinë nga Korça, qyteti që i ka dhënë Shqipërisë disa nga figurat më të spikatura të artit dhe humorit, ai pritet të jetë një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni. Karrierën e tij e ka nisur që në moshë shumë të vogël, ndërsa tashmë vendos të testojë veten në një nga formatet më të vështira televizive. Që në prezantimin e parë, Eugene nuk la vend për dyshime mbi qasjen e tij ndaj lojës, duke bërë një deklaratë që ndez rrjetin: "Çdo mundësi të madhe që më ka ardhur në jetë jam munduar ta pranoj. Big Brotherin e shoh si lojë. Nuk dua të marr asgjë shumë seriozisht. Dhe po, jam gati për një romancë." Kjo fjali e vetme mjaftoi që rrjetet sociale të shpërthejnë, ndërsa publiku tashmë spekulon: kush do të jetë vajza që do t'i rrëmbejë zemrën Eugenit? A do të shndërrohet ai në banorin më flirtues të shtëpisë? Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Përveç Eugene Plovishtit, në primin e sotëm u futën edhe Stenaldo Mahilli dhe Armela Hyseni, duke e bërë lojën edhe më të nxehtë dhe duke prishur balancat mes banorëve aktual. Me hyrjet e reja, Big Brother VIP Albania 5 hyn në një fazë edhe më të fortë, ku romancat, debatet dhe strategjitë pritet të dominojnë ekranin. A do të jetë Eugene vetëm një humorist apo një lojtar i rrezikshëm? Kjo mbetet për tu parë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.